Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Poetikun. Emocionet poetike do të vazhdojnë në ekranin e televizionit Apollon. Ky është edhe misioni jon, të përcjellim tek ju ato emocione të ngrohta të kësaj bote të bukur, të botës së letërsisë, të këtij realiteti i cili shumë herë e zbukuron në jetën tonë, shumë herë na qetëson në brenda ndjenjave dhe emocioneve tona. Do të udhëtojmë në përvargjet poetike dhe sigurisht dhe në për personazhe, në prozën e një autori. Por sot kemi përzgjedhur një tjetër autor i afërt me ne, nga qyteti i Fierit, por që krijimtaria e tij tashmë është bërë larmishme për vetë numrin e vëllimeve të tij dhe për larminë e personazheve. Në studio bashkë me ne sot është poeti dhe prozatori Ilirian Sadikaj. Ilirian, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit Apollon. Përshëndetje. Ju falenderoj për ftesën tuaj. Është kënaqësi që ju kemi sonte në studion e emisionit Poetikun dhe sigurisht duke dëshiruar që të ndajmë me spektatorin të gjitha emocionet letrare. Madje jo vetëm emocionet, por edhe mënyrën, formën se si ngjizet kjo letërsi, e cila është kaq interesante. Kushdo që jeton me të, kushdo që shfleton një libër, është në gjendje të flasë me minuta dhe me orë të tëra madje për ato emocione që ai ka marrë nga vepra letrare. Por kuptohet, autori është ai i cili ka jetuar më afër me këto vepra. Dhe ne sot kemi dëshirë të udhëtojmë dhe në përvojat tuaja, në idetë tuaja, në mënyrën se si ngjizet kjo vepër letrare. Pa humbur kohë, kam dëshirë të kaloj tek pyetja e parë. Si u gjendet në rrugën e letërsisë? Çdo njeri nuk ka ndonjë plan për të bërë shkrimtar apo për të bërë gjerë, kur është fëmijë. Letërsia është shumë se sa një profesion. Unë jam bërë shkrimtar, ose më sa përpiqem të bëhem shkrimtar. Gjithë mbetemi në një rrugë përpjekje, është normale. Pa ditur që do besha i tillë. Mendoj që të lexuarit e shumt të bën është fillesa e çdo. Pra, gjithçka tek ju ka filluar përmes leximit apo jo? Pas. Unë kam filluar të lexoj dhe të mësoj të shkruaj dhe lexoj që kur isha 5 vjeç. Më kam mësuar në motor, enda pa vajtur në shkollë. Dhe në atë kohë pak libra kishim të shtëpi dhe më ka bërë antar të bibliotekës Patosit. Qytetin në cilin ju jeni rritur apo jo? Cilin unë jam rritur dhe banoj aktualisht. Jam bërë antar i bibliotekës Patosit pa vajtur akoma në shkollë. Kjo ishe shtytje e parë që mësoi më vonë, pastaj fillova të shkruaj. Në bibliotekën e Patosit kanë lexuar me 10 libra, me gjithë vajza që punonte në bibliotekë. Kryesisht librat e parë ishin libra me figura, libra me aventura. Ishte kryesisht letërsi ruse, një letërsi që për mua do ngelet gjithmonë një letërsi shumë e bukur, në një fantazi të jashtëzakonshme, që më kanë ndihmuar mua për të bërë dhe njëri më i mirë. Më pasaj kam qenë në 8 vjeçare, fillova të bëj poezitë e para dhe ishin ato refleksionet e para në letra apo jo? Mbaj mend që poezinë e parë kam botuar në Drapet e Çekan, kur kam qenë klasë 7. Ka qenë një poezi për ushtarët. Ushtarët atëherë ishin vendi, ishin heronjtë tanë, se ishin çuna. Ashtu siç kërkoheshin tematikat e asaj kohe. Po jo, faktikisht ata dinin me fjalë, kalonin, vraponin, ishin çuna të rinj të bukur, të gjatë kështu. Dhe ne na dukeshin
ishin shembull për të marrë. Shembull për të marrë. Kishin një rregull, kishin një vijë simetrike, si thuash. Kishin një disiplinë që neve na pëlqente. Gjithashtu në këto krimet e mia të para poetike ka qenë një libër që unë kam pasur shumë të dashur në shtëpi, që nuk kishe kopertinë, nuk ishte as faqen e parë, as faqen e punës, unë nuk e dija se kush ishte. Si libër ishte. Pa ishte një libër. Si u kishte rënë në dorë libër apo ishte në bibliotekën tuaj? Ai ishte një libër që mbase ka qenë nga librat e pak që ka qenë në shtëpinë tonë. E kishin motrat e mia. Ishte një libër me ballada, me legjenda, me poezi të bukura gjysmë popullore, poezi dashurie. Unë atë libër thuaj se mësua përmendesh që kur kam qenë në fillore. E dija përmendesh gjithë librin dhe mbaj mend në klasë të 4 kam pasur një mësuese, një Gjinovetha, mësuese që unë e kam dashur shumë. Edhe ajo më nxirte gjithmonë më thoshte që na recito i libër, na recito në një ato poezitë tua, ato poezitë që ti di. Edhe unë i recitoja pikërisht nga ky libër. Vonë kur unë isha në gjimnas dhe kam pasur një mësues të cilën e dua dhe respektoj dhe sot, shumë edhe sot e kësaj dite. Eduard Gjergo. Një personazh shumë i dashur për shumë lexues dhe për shumë dashamirës letërsisë. Ai ishte më shumë se sa një mësues për mua, më shumë se sa një edukator. Ai më dha një listë me libra që unë duhet lexoja, një listë përzgjedhur, midis tyre ishin dhe librat e Kadares. Ku isha në gjimnas, biblioteka e Patosit ishte e vogël për mua, dhe unë bëra antar i bibliotekës Fierit. Atje duke marrë një libër të Ismailit, Ndërrimet, Ismailit pa që ai ishte libri që unë në fëmijëri e dija përmendesh. Pra libri Ndërrimet i poetit dhe prozatorit Ismail Kadare ishte libri që juve kishit pa kopertinë në shtëpi. E kisha Dhe juve kishit mësuar përmendesh. Dhe unë e dija përmendesh. Që atëherë ka lidhur dashuria ime për Kadare. Në shkollë të mesme neve kishim një gazet Muri, si thuash, një kënd, ajo ishte gazeta jonë. Atje neve çonim poezit tona, unë diskutohet kam qenë nga më të mirët në atë kohë për letërsinë. Por, ajo që më bëri mua më të njohur në shkollë, mbase dhe jashtë deri në Fiere, në këto ballshe, në këto rrethinat kështu, nuk ishin poezit, por kanë qenë hartimet e mia. Një gjini shumë e dashur atëherë për gjithë nxënësit, për ata që kishin dëshirë të shpreshin. Hartimet e mia ishin pak ndryshe nga hartimet e shokëve të mi. Të klasë prandaj ishin hartimet mira. Kur kemi qenë ishte fundi i shkollës, i vitit parë, dhe profesore Dori na vasi të martimi i temën e lirë që çdo të bëni juve në pushimet e verës. Të gjithë filluan të shkruajnë, jo do vetëm fshat, jo në bregdet. Unë vendosa të veja në Han. Kisha lexuar një libër shkencor popullor në bibliotekën e Patosit. Biblioteka e Patosit ka pasur një bibliotekë shumë të pasur shkencore. Kisha lexuar një libër shkencor popullor të Tsiolkovskit. Tsiolkovski është babai i teorik i raketave. Edhe atje mua më lindi dëshira fëminore që të veproja sipas udhëzimeve të tija, unë nuk mund të bëj gjë tjetër veçse me ndrimet e mia, edhe vajta në Han. Artimi im u pëlqye, u lexua para gjithë klasës, u mori vesh në shkollë dhe jashtë shkollës që unë kisha guxuar që të veja në Han. Basaja, artimet e mia gjithmonë kishin diçka mbi normalen, kishin një element fantastik
më shumë se të tjerët, të cilën unë mundohem që ta ruaj edhe në këtë. Edhe sot e kësaj dite, pra të qëndrojnë në të njëjtën holli të fantazisë. Mirë, është emocionuese sepse sigurisht ato kujtimet e para të hyrjes në rrugën e letërsisë, ku gjithë secili autor ka formën dhe mënyrën e vet, mbeten gjithmonë dhe të pashlyera në kujtesën e individit, pra tek juve kanë mbetur të gjalla të gjitha këto emocione. Po. Por letërsia nuk mbaron vetëm me leximin ku ishin bangat e shkollës. Unë më shumë se sa shkruaj pak, me thënë drejtën. Jam një lexues i përhershëm, i pa lodhur. Unë nuk ka ditë që të mos lexoj. Nuk ka ditë që të mos marr diçka nga librat që lexoj, dhe sot e kësaj dite. Jo vetëm letërsia artistike. Unë mendoj që duhet të kesh një kulturë shumë të gjerë se sa të lexuar të thjesht librave artistik, që të mund të jesh dikush i dhe në letërsi. Po si shembull Kadaren, që unë e kam idhull. Pa e ditur se çfarë shkolle ka mbaruar Kadaren, që ose lexon librat e tij, mund të mendosh që, ore, po ky mund të jetë historian, sepse e njeh shumë mirë historinë. Pastaj mund të thosh që ky mund të ketë mbaruar për balkanolog, sepse ai njeh të gjitha marrëdhëniet popullin të Ballkanit. Thua, ku lexon më shpejt Ismailit, ky mund të jetë astronom, sepse ai përmend jo pak në librat e tij fenomene astronomike, si vrimat e zeza, të tjera. Në këtë kuptim, edhe unë lexoj jo gjithçka që më bie në dorë e përzgjedh, po lexoj dhe në mënyrë të larmishme nga të gjitha shkencat, sepse edhe profesioni im, unë jam inxhinier, nafte nuk jam thjesht të kem mbaruar një fakultet për gjuhë letërsi, jam inxhinier nafte dhe është një profesion që unë jam ambientuar me të, kam 35 vjet që punoj në naftë, dhe nuk diskutohet atje shpeshherë të bie puna që të përdorësh formula matematike, formula fizike, do lexosh për një fenomen fizik apo për një fenomen kimik, dhe këto janë bërë pjesë e edukatës time letrare, si thua, me fjalë këto i fus. Plus asaj, është shumë interesante Bibla, të lexuarit e Biblës të gjithë unë nuk jam, Biblën klasike, si thuash, mund mos e kem lexuar asnjëherë. Unë kam një Bibël anglisht aty, Biblën për fëmijë, e kam në shtëpi, e kam anglisht në 10 volume. Atje kam mësuar gjëra që nuk i kam ditur për historinë, se Bibla në fund është historia e formimit të botës dhe të njeriut. Po atje ka interpretime për Biblën që na vlen edhe neve si shqiptar, që jemi kave për neve, për gjithë secilin individ brenda botës së tij. Ka simbole, ka fjalë, ka kështu që neve i hasim edhe brenda vendit tonë, brenda Shqipërisë. Ka simbole të tilla në Bibël që unë këto simbole i kam marrë dhe i kam futur pastaj në disa nga këto romanet e... E qartë, ndoshta do të jetë një moment të cilin ne të kalojmë pak më pas në analizë të veprës dhe të prozës tuaj, por meqense jemi në këto momente gjithashtu për të prezantuar dhe shikuesin me krijimtarinë tuaj poetike, do doja që të ndanim vargjet e poezisë Ti që u linde i pari. Ta ndjekim. Ti që u linde i pari, që babat kishe kashin e math, djalin e Jafetit, birit të bardh të Noes, je gjyshi dhe stërgjyshi dhe katra gjyshi im. Ti që u linde i pari në stere,
Bas përmbytjes së madhe gjunjët të vranë, në shkëmbinjtë e malit Ararat, u thëve unë dhe nderove në rëndi. Krahkashit të madh vështrove botën, era flokët e verdh t'i fryrë në perëndim. Atje është atë dhe yll, Evropa thërrite. Një kënd në mesdhe, tjetrin në Atlantik. Fole shqip. Guxove dhe pe perëndit. Ata bekinin tavan me dritë dhe fjalë. Gjuhën tonë merreni, përhapeni nga do, ku të shkel këmba e Kashit, Jafetit dhe të birit. Ishin këto vargjet e poezisë ti që u linde i pari. Do të kalojmë tashmon më në thellësi të veprës së autorit Ilirian Sadikaj. Ilirian, në stilin tuaj në poezi, sepse juve i lëvroni të dy gjinit, dhe poezin dhe prozën. Kuptohet, pyetja klasike që mua më vjen ndërmend është që kush është më e dashur për juve? Unë kam shkruar shumë poezi. Në rinin time, unë edhe sot e kësaj dite shkruaj poezi, nuk është se kam arruar poezi. Them që jam shkruaj poezi më mirë në vargun e lirë, po jo në vargun e lirë siç është sot, për shembull të jetë e barabartë me prozën, po të ruaj një farë ritmi, të ruaj dhe një farë rrymë. Një lloj muzikaliteti, ashtu siç e ka edhe përgjithsisht poezia, ritmin e brendshëm. Poezit që shkruaj para se të jetë letër, unë i them një me gojë që kanë ndonjë ketë një atë melodin të mos humbi atë kumbimin melodik, si thuash. Mirë atë edhe me vargje të rregullta, mjafton që poezia të jetë e bukur, nuk ka rëndësi se si. Pra për juve rëndësi ka përmbajtja, ka ajo çka personale? Po. Forma. E qartë. Mirë, në poezinë ti që u linde i pari, ajo që më bëri përshtypje është përdorimi i një grupi emrash, i cili është i lidhur fuqishëm edhe me zanafillën e historisë së njerëzimit. Po. Me zanafillën e njerëzimit, nëse o të themi më saktë. Unë kam punuar për një kohë gjatë në gjithmonë përshtypje kjo fjala Kash, duke si fjalë shumë e vjetër, shumë që kur njofa me të si fjalë shumë, dhe kam pyetur shumë veta dhe nuk më jepnin do shpjegimin. Më thoshte jo është fjalë slave, jo fjalë andej, fjalë të. Një ditë duke klikuar në Google, dhe bita që fjala Kashi ose Mekeshi, por që quajnë edhe Kash, thritë edhe Kash, është djali Jafetit, birit Bart Noes, dhe është pikërisht ky djalë që ka lindur pas përmbajtjes së madhe, që udhëqi pellazgët drejt Europës. Fjalë është udhëheci i të bardhëve që dundën në Europën në atë kohë. Që ne kishim për mes e emrit juve bët si zona fillore. Edhe për këtë poezi. Sot, sidomos në Ballkan, të qenët nacionalistë, si thua, ose të qenët atetar, është akoma një ndjenjë që neve na ban fort. Në fundit nuk ka si që janë të gjithë italianët janë krenar
që Gjithsesi ka funksionuar sepse është një formë shumë edhe pse jemi popull i vogël dhe pse jemi një popull i varfër, do të jemi krenar që jemi shqiptarë, sepse nuk e ndryshojmë dot. E të duam që ta bëjmë. Pjesë e kulturës tonë, zhvillimeve tonë. Sidomos ti jesh me fjalë pellazgët, pasyre i lidhët edhe që kanë banuar në këtë tokë, janë banorët e parë të njerëzimit. Ata që kanë populluar të parën. Dhe për më tepër, unë kam bindjen time që gjuha shqipe themu në gjuha perëndive. Betë këto, sidomos këto studimet e fundit që kanë treguar, libra të dyshëm tregojnë që 400-500 fjalët e më të lashta që na kanë ardhur nga kohë shumë të lashta, 5.000 apo 10.000 vjet, 90% e tyre nuk shpjegojnë vetëm me fjalë të shqip. Dhe kjo nuk diskutohet që mua. Pra, ju pak sepse juve cituat që keni lexuar në mënyrë të larmishme, pothuajse nga gjitha shkencat, por duket që keni hyrë dhe në shkencën e gjuhësisë, të historisë së emërtimit dhe të gjuhës ilire. Jo. Po shndërrohen në albanolog. Jo, unë thjesht marr disa fakte, unë jam as historian, as arkeolog, as detyra tyre, unë në letërsi, se mbase mund ta kem dhe gabim, por me që janë brenda letërsisë mund t'i përdor këto gjëra pa më thënë, pa më kërkuar dikush të më thotë orë kjo është e vërtet apo s'është e vërtet, sepse letërsia i pranon edhe këto gjëra. Ka qartë. Është një përzierje midis fiksionit, thrillit edhe real. Meqense shkruani dhe letërsi në prozë, po kush mbetet më e dashur për juve ose kush ndryshimi midis njërës dhe tjetrës? Pa dyshim që proza është jo thjesht proza, për romani. Romani i shkurtër është pasioni im. Unë kam shkruar edhe më para romane, por nuk kam botuar për një arsye apo për një arsye tjetër. Kam shumë tregime, disa nga tregimet më janë botuar, jo në drita, jo në libra të ndryshëm, jo te Gazeta Studenti, kur isha student atëherë kam botuar dhe tregime dhe poezi, po diçka, thuaç mua më kompleton, më bën të ndihem më mirë brenda vetes, jo se këto tjera të nuk, linjët e tjera nuk i preferoj, po romani është diçka më shumë, sepse është një ngjarje, është një aventurë, mund të quaj, që shtyllohet, është disa planësh, kurse tregimi dhe poezia i kanë këto të kufizuara. Sa është lidhja biografike, meqense juve hyt tek romani, hyt në gjininë e romanit? A kemi një lidhje biografike apo autobiografike në rrëfimin e romanit? Apo janë fragmente, copëza nga jeta? Çdo njeri që shkruan, jo vetëm letërsi, të bën edhe një traktat matematike, shkruan një libër matematike apo fizike, apo historie. Ka diçka nga vetë e tij, do thotë diçka nga vetë e tij, që pamundur të mos thojë. Edhe letërsia. Në librat e mi plus impresionet të jetës time personale. Këto janë të pafundme, kupton? Ashtu si nuk mund të jetë asgjë e sigurt me fjalë që kjo është biografia ime për një libër, ashtu unë mund të them që nuk ka impresionet e mia personale. Janë ato përditshmëritë që neve i kemi me familjen, me shokët, me miqt. Pra, fragmente, detaja nga jeta. Pa tjetër. Por ama ndoshta mund të themi me bindje që nuk e ndajmë dot ku fillon letërsia dhe ku fillon trilli dhe ku mbaron realiteti. Po, sidomos në 3 romanet e mia, realitetin unë e kam ndërtuar pak më ndryshe. Edhe artistik. Kam dhënë më të bukur ku është në dëshpërimin në moment vdekje kështu, prapë unë e kam dhënë më të bukur, them unë ndonjëherë që e jap në mënyrë pak hollywoodiane, sepse duke dhënë gjëra të bukura, gjëra
gjëra që nuk të ngjallin në vetëm nuk të ngjallin mërzie, nuk të ngjallin urrëtie duke dhënë mesazhe dashurie, më duke sigur do dua më shumë Shqipërinë, e dua më shumë këtë vend që ka 1001 probleme të tjera. Unë jam me parimin që letësia, sidomos në këtë situatë që jetojmë neve, që nuk janë situata shumë të bukura, situata shumë të kënaqshme. Jo vetëm për letësinë, por edhe në tekstet e shkollave duhet futet ajo fryma e lindaseve tanë. Ka mundësi që në çdo tekst letësie apo edhe tekst matematike të shkruajnë ato vargjet e famshme të Naimit Omalet e Shqipërisë dhe ju Alisat gjatë. Fushat e gjëra me velule që ka ndërmendit të natë. Mbetën akoma pozitive. Edhe romanet mia unë nuk kam shkruar këto vargje të Naimit, por jam në këtë frymën e vargjeve të Naimit me fjalë që në Shqipëri këtë Shqipëri duhet ta duam më shumë edhe nëpërmjet letësisë. Do të ndjekim një biografi të shkurtër artistike dhe të veprimtarisë së autorit Ilirian Sadikaj dhe do të kthehemi në studio për atë pyetjen interesante. Cila është ajo përvojë jetësore e cila ka mbetur e pashlyer në ndërgjegjen e autorit dhe në ndërgjegjen e shkrimtarit. Ndjekim biografinë dhe vazhdojmë bisedën në studio. Ilirian Sadikaj lindi në qytetin e Patosit në vitin 1954, që në bankat e shkollës ai shpalosi dëshirën për letërsinë dhe krijimtarinë letrare, si lexues me një pasion të zjarrt, e më pas me krijimtarinë individuale. Pasi kryen studimet e larta për inxhinieri nafte, ai kthehet në profesionin e inxhinierit, por duke qëndruar përherë i lidhur ngushtë me letërsinë dhe krijimtarinë letrare. Ashtu si shprehet edhe vetë autori, në krijimtarinë e tij nuk ka shërbyer vetëm pasioni dhe shkenca e letërsisë, por edhe përvojat jetësore dhe kultura e përgjithshme e të gjitha shkencave, ku më pas bëhen pjesë e letërsisë përmes narracionit artistik. Në vitin 2008 ai del përballë lexuesit me romanin e tij të parë Dashuria e Besarës dhe një vit më pas me romanin Cikloni, roman i cili është shkruar që në moshë të re, por u ndalua nga sistemi për arsye të përmbajtjes së tij. Në vitin 2010 ai del përballë lexuesit me një vepër tjetër në prozë, me romanin Dita e vrasjes së Azemit, një roman i cili ngërthen emocione të forta në trajektoren e personazhit, mbështetur mbi një simbolik të veçantë të demokracisë shqiptare. Aktualisht është në proces botimi romani i tij i katërt, Një burrë dhe një grua. Ilir, ashtu si që anë nënquam pak më parë, a ka një ngjarje, një përvojë jetësore e cila nuk mund të shpaloset përmes një biografie të shkurtër teknike, lindëm këtu, studiuam këtu, por ka gjithmonë njeriu është një tërësi përvojash, është një tërësi emocionale. Duke që një tërësi përvojash brenda tij krijohen brenga, mërzitje, madje edhe emocione të fuqishme dashurore. A ka në jetën tuaj një përvojë e cila vazhdon të jetë burim energjie? Përgjithsisht, unë jam një njeri që e marr jetën ashtu siç më vjen, nuk kam pse jam bëhem pishmën për ato që më kanë ndodhur në jetën time. Për zgjedhjen
e shoqës jetës, fëmijët, shoqërinë, miqtë e shokët. Nuk diskutohet që ne jemi në një realitet që të përhershëm që na njohim dhe i njohim, që na duan dhe i duam, që na urejnë dhe urejmë. Unë mundojmë që këtë pjesën e fundit ta shmang nga shoqëria dhe të marrë ato gjërat e bukura që ka gjithë secili. Në këtë kuptim asgjë nuk është personale në librat e mi, pas asgjë nuk është jashtë personales. Këto janë të ndërthura me njëra tjetrën, sepse ndryshe këto që them unë duhet i ketë çdo njeri duhet i ketë. Sepse ndryshe nuk mund të krijosh, nuk mund të japësh të realitet. Një problem tjetër që kanë këto 3 romanët e mia dhe romani 4 që unë jam duke thënë që do betohet o në prill o në maj, romanët e mia janë të shkurtër, përgjithsisht janë romanët e shkurtër dhe unë mendoj që kryesorja me gjithë ato mund të kenë edhe të meta si libra, nuk janë libra të përsosur, pavarësisht nga dëshira ime, po romanët e mi lexohen me kënaqësi, them unë, lexohen ata që i kanë lexuar thonë që i lexojnë me nuk të mërzisin, nuk janë romane të mërzishme, nuk janë romane të gjatë, janë romane me dialog që lexohen thjesht. Pavarësisht mesazheve që unë jap, që mesazhet kryesore janë mesazhet e dashurisë, të përcjelljes dashurisë gjithmonë gjë e mirë. Dhe gjithmonë në romanët e mi ka një element fantastik ose një element biblik që e bën më të bukur. Romanët time e bën më interesant, e bën të duke si një ngjarje që nuk ka ndodhur, por një ngjarje që mund të ndodhë një në 1000. Mund të ndodhë një në 1000, pavarësisht se kanë elementin fantastik dhe elementin mitik. Juve i trajtoni këto si linjë subjektore në roman? Këto janë pjesë që ndikojnë në jetën e personazheve të mi. Ndikojnë në jetën e personazheve të mi. Përgjithsisht personazhet e mi janë personazhe të pashëm, të bukur. Nuk do të merrem me gungaqe me gjëra kështu të bukur. I ndërtoni të gjitha në një botë të pasur, një botë të zbukuruar. Po, një botë të zbukuruar, sepse ashtu siç duam të jemi të tërë. Personazhet që kanë para, të kesh para është gjë mirë, nuk është gjë keq. Një mjet jetese. Personazhet që dashurojnë shumë dhe falin shumë. Këta janë kryesisht ata. Të hapur në arsye. Personazhet të ditur, të zgjuar. Personazhet që din të komunikojnë, din të lafosin. Kjo është galeria e personazheve të mi. Pra, keni një larmi personazhesh. Mirë. Cili nga romanet, sepse ju keni botuar 3 romane, në proces botimi është romani i 4 që titullohet? Titulli i saj është Të dashurosh një grua, ose edhe mund ta ndryshoj titullin Aratisje. Mirë, paraprakisht ai është vendosur të dashurosh një grua. Aratisje në paramartesë. Është përsëri një histori dashurie. Mirë, ndoshta të lejmë pak më vonë tek ajo. Do të dëshiroja një pyetje shumë thjeshtë. Cili mbetet nga romani juaj më i dashur ose vepra juaj më e dashur? Ose nëse ka një histori interesante gjithë secili. Libri i parë që derësh është libri më i dashur. Si puna të fëmijës parë. Dashuria e Besarës është libri i parë, jo thjesht romani i parë, por libri i parë i botuar dhe kam përjetuar emocione kur doli ai libri. Është një libër i mirë, relativisht i mirë. Po, megjithatë, unë ka të tjerë shok të mirë, për shembull që thonë që Cikloni Monikës, Cikloni është roman edhe më i bukur, zgjedhja është, për mua janë të tre njësoj, edhe
romani i fundit që kam shkruar Dita e vrasjes së Azemit. Është roman shumë interesant, me një fantazi të veçantë, me personazhe shumë interesant të asaj kohe. Unë kam me impresione të asaj kohe të 97-s, 98-s që vendosin ngjarjet e romanit. Në fjalë, për mua ata romanet janë të dashur. Në fjalë, për mua janë, njëri ka vlera të tjera, tjetri ka Sigurisht. vlera të tjera. Te romani Dashuria e Besarës është me fjalë pak më të thjeshta, sepse ishte përvojë e parë. Te këta romanet e tjerë kam arritur të jenë pak mbase më ishte vjellët në zanin e... Më i hodhë në ngjyrime në situata. Po, në romanin Dashuria e Besarës, është paksa me dëshirën që unë kam për t'ju ngacmuar. Në romanin Dashuria e Besarës, Dalani duket sikur është vetë autori. Madje sepse Dalani është i shoqëruar në një makinë kuqe, e cila i ngjante makinës tuaj për një periudhë shumë gjatë kohore. Është i martuar me 2 fëmijë dhe më pas ky personazh rikthehet tek dashuria e vjetër. Tek dashuria që ai ka për Besarën. A është 100% i liri Dalani? Tashi, unë Dalanin e kam marrë disa gjëra, sepse vetën time e njoh më mirë se çdo tjetër. E kam vënë në ngjyrë natë, sepse me ngjyrë natë kam punuar për një kohë të gjatë dhe i njoh, ka dhe një Ka të dhëna të tjera pra, që përngjasojnë këtë personazh. Megjithatë, është gjithçka fantazi. Unë nisa thjesht nga fjala golem, ka bërë shumë përshtypje kjo fjala golem dhe një ditë për ditësh lexova që bata me cilën Zoti krijoi njeriu u quhet ka golem. Edhe më bëri shumë përshtypje kjo gjë. Dhe golemin ne kemi është një emër që është i prapur gjithandaj në Shqipëri, kemi fshatra me emrin Golem, kemi një plazh të Durrësit me emrin Golem, kemi një fshat në Gjirokastër, kemi një fshat në Lushnjë, ka thënë që është edhe një fshat në Shkodër, po unë se kam parë në hartë. Kemi familje të tëra, të vjetra, me emrin Golemi, kemi dhe sot njerëz me emrin Golemi. Atëherë unë futa fantazinë time në lojë. Thash, me që Golemi që nga kaq përhapur, atëherë neve Shqipëria duhet të qenë kopshi i Edenit, sepse në kopshin e Edenit u formua njeriu. Nëse s'kemi qenë kopshi i Edenit, paktën neve njerëzit që kemi këtu, ose para tanë që kanë ardhur këtu, kanë ardhur nga Edeni. Jemi njerëz e parë të botës. Mbi këtë arsyetim bëra romanin Dashuria e Besarës, që me që është nga fjalët e para të Biblës, thash do të fjalë çuditëse kjo, edhe krijoi atë mitin e lidha pak me mitin e Aleksandrit të Madh, Maqedonisë, që themi Aleksandri i Madh i Maqedonisë, por në fakt është në origjinë lidhe. Edhe krijoi një Ka një mit të veçantë Aleksandri i Maqedonisë që është i lidhur pikërisht me toponimin Golem. Jo, ka një Aleksandri i Madh i Maqedonisë, Olimpia nëna e tij thotë që kur lind para se nisi Aleksandri i Madh, më dolin në ëndër Perëndia Amon në formën e gjalprit dhe më fekundoi. Dhe nga kjo unë lind Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh është djali i Filipit, vërtet kështu zyrtarisht, po legjenda thotë që është një shqiptar egjiptian, një liro egjiptian. Dhe Besara, personazhi kryesor i librit tim Dashuria e Besarës, është një vajzë që është dashuruar me Dalanin, po ngjarjet, situatat ndodhin që ata nuk martohen bashkë. Ai u marton me një tjetër dhe kjo marton me një tjetër. Po kjo do më shumë atë sa kërkoj që kur vetëm Golemi mori vesh mitin e Golemit, nëpërmjet një personazhi atë se fumit që kam bërë unë, mori vesh që çfarë do të dëshire, në qoftë se do ishin Golem dhe do shpretej një dëshirë, atëherë dëshira do
do i plotësohej, do i realizohej. Dhe ajo datin golem para si të ngjizej, si thuaç, dhe atje shprehu dëshirën që djali të niste një djalë dhe djali i saj të ngjante atë që ajo do më shumë. Personi i cili e dashuroi gjatë gjithë jetës saj. Djali i saj që edhe dëshira e plotësoi dha Aleksandri, dhe këtu fillon e gjithë ajo intriga. Të gjithë besonin që kur njohën me fjalë, kur njohën rastisht me Dalanin, të gjithë besonin që fëmia sishe i shoqi i saj gjyqtar, po ishte Dalani, gjë që sishe e vërtet kjo ishte një dëshirë. Kjo është lidhja midis Aleksandrit. Pra, juve keni trajtuar në thelbin e romanit, përveç universalizimit të ideve dhe të ndjenjave të individit në shoqërinë e sotme, juve keni trajtuar në të dhe thelbin e mitit të Aleksandrit, apo jo? Pra mënyra se si u ngjiz, apo se si erdhi mesazhi për Aleksandrin hynor, gjithashtu edhe në rastin konkret në personazhin ton. A kemi një fragment që mund ta ilustrojmë? Një magji, si thuash. Kjo është një magji. Po. Djalin është momenti ku Dalani takohet me Besarën dhe shikon që djali i Besarës, Aleksandri, i ngjante djalit tia dhe i ngjante atij vetë. Ishte një lloj sozie, ëh? Jo, me fjalë ishin të ngjashëm, ishin të ngjashëm, po, si binjak. Djali nga pikat kulmore të veprës. Po, djali ka qenë Aleksandri për hir të Aleksandrit të Madh? Po. I thotë ajo. Pse? Nga 100 arsye. Do thoshte që Aleksandri i Madh është heroi antik më preferuar për mua. Që në fëmijë ka mirëruar më shumë si njeri se sa si një luftëtar. Moto e tij ishte asgjë nuk është e pamundur të arrihet nga njeriu. Moto Aleksandrit të Madh. Për më tepër nëna Aleksandrit të Madh Olimpia është epirase, pra është i lirë. Sipas legjendës besohet se Aleksandri nuk është djali legjitim i Filipit Maqedonisë. Olimpia sy shfaq një natë në ëndër perëndia egjiptiane Amon në formën e gjalprit dhe e fekondoi. Nga kjo dashuri lindi Aleksandri i Madh, dhe lindja e tij mbiri ka diçka nga legjenda e tij. Dalani nuk po besonte atë çka thoshte Besara për birin. Lindja e Aleksandrit tënd dhe ngjashmëria e tij me mua është pjesë e një legjende, më tregon më thjesht të vërtetë në një ngjashmëri të tillë. Edhe ajo jep pjesën e golemit me fjalë si. Tregon legjenda. Atë që ne sapo të ritreguam pak më parë. Pra kjo mbetet edhe një nga romanet tuaj më të dashur, apo jo për vetë mitin, por në përgjithësi në romanet tuaj trajtohen mitet të tilla? Po, trajtohen tek romani Cikloni. Nuk është thjesht, aty nuk ka pak për Amonicën, po aty kryesori është gjetja kam futur një element Cikloni, një rrotullim ere, për të shprehur dashurinë e asaj vajzës, që për mos u identifikuar este me Ciklon. Si thuash, gjithë fshati nuk e dinte origjinën e këtij Cikloni. Është një histori dashurie që është një roman që unë kam shkruar në vitet 85-86, e qoha për ka botuar dhe në atë kohë nuk u botuar me pretendimin që i përkiste një rrymë tjetër, jo rrymës e realizmit socialist. Me gjithë përpjekjet që bërë, ishe kryeredaktori e saj kohë ishte Piro Misha, me gjithë përpjekjet që bërë ai nuk e realizoi dot. Këtë roman unë e shkruajta me një gjuhë të re, me një ngjarje më të bukur, me personazhe më të një shkallë zhvillimi, një progres. Edhe këtu është historia e një dashurie midis një djali dhe një vajze nga dy fise që kishin dalë diku nga një zjarr. Para disa brezash, një djalë dhe një vajzë ishin martuar midis të këtyre dy fiseve, kishin bërë një fëmijë siamez, domethënë një njeri me dy koka, si thuaç, me dy trupa, me një trup. Atëre padituria njëzë ishte shumë e madhe, atëre kjo quhet si një mallkim
për fshatin dhe e markoi dhe Hoxha dhe Prifti. Edhe Hoxha i asaj kohe, apo Prifti i asaj kohe, tha që pas 7 brezash do prishet kjo magji, kjo elik që ka zënë dhe mas 7 brezash duhet të mund të martohemi përsëri. Ata ishin dy fiset më të fuqishme në fshat dhe pa ditur këtë historinë e tyre tamam, u dashuruan dhe përndi fisi nuk i linte që të martoheshin. Atëherë kjo vajza shpiku një dreri ciklonin, që i erdhi në mënyrë natyrisht që mund të takon këtë djalin. Kjo është i gjithë historia, Gjithë subjekti i veprës është ndërtuar mbi këtë linjave. Dhe ata përsëri u martuan sepse e tillë është romani, zgjidhja u martuan dhe lindën një fëmijë, prap lindën një fëmijë siames, po shkenca sot më ndahu dhe lindën dy fëmijë dhe ishin shumë të lumtur. E prishin atë. Mirë, njëri prej romaneve tuaj përmban një titull specifik, është romani Dita e vrasjes së Azemit. Sigurisht, figura e Azem Hajdarit si një simbol e i lëvizjes demokratike shqiptare. Që në titull ky roman të intrigon dhe mua më lind një pyetje, çfarë ka në thelbin e tij ky roman? Ky roman nuk është një roman për Azem Hajdarin, është një roman për mua, për neve. Bile Azem Hajdari nuk është fare personazh, po përmendet nëpërmjet personazheve që e përmend. Një panoramë sociale, pra. Unë kam qenë në Fiera ditë që është vrarë Azemi, kam qenë në miting që kam parë Azemi dhe vërtet a ditë më zhdukur ndryshe Azemi. Kam qenë me time shoqe bile këtu dhe me disa shokë që kem parë mitingun dhe më duk shumë hynor, shumë i bukur kështu. Azemi si ishte ndonjë. Si ishte shumë i gjatë, më duk më gjatë nga të gjithë ata që ishin në tribunë dhe sikur i ra një Sigur kishte një aurë hynor. Pikërisht, edhe duke diskutuar atje, kisha një pandjen që ai njeri nuk do. Pasi do ishte ditë e fundit e jetës, si dha shumë ndodhi. E kam dëgjuar me titra, pastaj pash te një televizion lokal në Fier, pash me titra që u vra Azemi dhe më bënë ata shokët në telefon në shtëpi më thanë që ajo që diskutuar me atje tha ishte doli vërtet, sepse neve menduam, ore tham, po bëni lajmërojmë që ore kujdes se kemi pandin të keqe, ishin disa shok aty. Po ato paralajmërime tha njëri, ato kujdesu këtu, ato i ka të përditshme. Po ishte bunë të them po çan janë këta njerëz jo normal. E gjithë ideja këtu e këtij libri është që Azemi nuk mund të me fjalë Azemi do i blente historisë së Shqipërisë për shumë i vdekur se sa i gjallë. Ato idealet të studentave fatkeqësisht u varrosën në Shqipëri. Ne kemi 23 vjet edhe një fjalë që e kam dëgjuar një herë te Azemi duke ardhur në patos. Ne nuk kemi qytetar në akoma dhe sot e sa ditë, nuk kemi bërë tamam qytetar të vendit tonë. Ne që do në vemi në Europë, në fjalë. Një politik, unë zdo flasë për politik, po politika jo nuk arriti. Na qënde do të ato idealet e studentëve të dhjetorit, të qënde... Brezit Silven vini dhe juve, apo ja? Po. Me fjalë nuk i bëm do të realitet. Në base këta të rinjë që do vinë tash janë më të zotë. Të shojmë se është ndryshime dhe më zotë se neve dhe... Kjo është gjithë ideja e këtij libri. Unë këtu ka përdorur kalimin në kohë, përsëritjen në kohë, me fjalë e njëjta ngjarje që ndodhi sot, ajo më përsëritet prapë të nesërmen. Edhe prapë Azemin prapë nuk e shpëtojmë dot. Ndosë e dinim si histori që Azemi do të vritej, në darkë prapë erdhën ngjarjet dhe prapë nuk e shpëtojmë dot, sepse ato ideale Azemi të vranë faktikisht. Nuk ish mundësi që të shpëtoheshin, sepse ndryshe sot do ishim në Europë, do ishim. Mirë, duket pra e keni marrë në formën e një mesazhi, një nën-teksti simbolik figurën e dashur dhe të nderuar të politikanit Azem Hajdari. Ilir, kam një pyetje të cilën pothuajse ua kam bërë të gjithë autorëve që kam pasur në studio.
Kuptohet të udhëtuarit në rrugën e letërsisë është një rrugë e gjatë, por sigurisht edhe letërsia është e pajisur me kodin e saj, me vlerat e saj, me mesazhet që ajo përcjell, duke ju referuar këtu edhe estetikës, shkencës së letërsisë dhe të tjera elementeve që ajo është e pajisur. Por një nga problemet e sot, një problem që shoqëron përgjithsisht letërsinë dhe krijimtarin letrare sot, është kritika letrare. Unë besoj që kritika letrare jo vetëm shtjellon, zbërthen pasurinë letrare që përcjell autori përmes kodit stilistikor që ai ka, por gjithashtu kritika letrare edhe orienton, vlerëson çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, ç'është e dobishme dhe e padobishme. Pra, një kritikë letrare e mirë është shëndetshme, bën që ne të kemi një prurje më të mirë në letërsi. Ose, për të thënë më ndryshe, e orientojmë lexuesin kundrejt asaj që ai ka domosdoshmëri dhe nevojë. Ç'mendim keni për kritikën letrare sot? Letërsia, libra me poezi, tregime apo romane, sot është një gjendje që neve kaq sa shkruajmë, këtë letërsi që shkruajmë, neve nuk e promovojmë dot. Neve nuk e çojmë dot tek njerëzit. Për shumë arsye. Në fundit, letërsia që bëhet në fier apo në vlorë, kjo është pjesë e letërsisë kombëtare. Dhe duhet quar, si pjesë e saj, duhet quar. Kam parasysh një thënie të Bertolt Brechtit, që thot, e kam lexuar diku, thot që yje, thot një qiell që ka vetëm yje të dorës të klasit parë nuk është një qiell. Neve letërsinë shqiptare e identifikojmë shpesh me disa emra, me Ismailin apo me Detroin, që vërtet janë yje. Po nuk është qiell, nuk është letërsia ajo. Në qoftë se diku në një vend europian do thoshe që Shqipëria ka dy shkrimtar shumë të mirë, po ka vetëm dy shkrimtar, Ismailin dhe Ditro Agodin, ata do thoshin që ky vend nuk ka letërsi, nuk ka shkrimtar. Letërsia përbëhet nga gjitha shkrimtarët e tjerë me këta yjet e vegjël që me yje që ndriçojnë dhe që ndriçojnë, me yje që lënë parë dhe me teleskop në një, sepse si ka pasyri. Kjo është letërsia. Edhe neve që shkruajmë, ne një pjesë e letërsisë kombëtare. Edhe pse ndonjëherë dukemi kështu sigur është e pamundshme shoqëria ndaj nesh, jo. Dhe mirë është që të ketë një kritikë letrare, po gjë para se të ketë kritikë letrare duhet një promovim i këtyre vlerave të letërsisë, këtyre gjërave që neve krijojmë. Se për të kritikuar, për të bërë shkollaj fare. Ne, kur jemi midis njëri tjetrit që vizatojmë në për tavolina, ne themi që ore, ky vargu duhet pak më mirë, ose kjo pjesë duhet hequr, këtu duhet shtuar me fjalë. Këto janë pjesë të kritikës. Sot kryesorja është sepse duke kaluar atë kritikën që themi neve, ndoshta do i bënte pak më shumë dëm se sa do i bënte mirë letërsisë. Sot e shkruaj që neve të promovojmë këto që shkruajmë. Në qoftë se këto promovojnë dhe arrin tek lexuesi, atëherë neve të dimë shihen e lexuesit, edhe të shkruajmë pastaj sipas shihet lexuesit. Themore, kjo pjesa nuk bën sepse ta heqim këtë pjesë, edhe duke shkruar në përgatitje apo duke në televizion, sepse kjo nuk është më mira. Po neve të arrim që të promovojmë këto vlera që kemi, këto gjëra që shkruajmë që të vënë te lexuesi. Kjo është kryesorja, pastaj të merremi edhe me kritikën. Bardh e zi pëlqente i mat. Dystin e mbushin jetën e tij.
Një ditë dhe një natë i shfaqeshin në veshje si këmisha e bardhë, si e leku i zi. Unë fytyrën si ai e kam, dhe ngjyrat si ai e pak më tepër. Më pëlqejnë edhe në ngjyrat e kuqa, një blu, një stin, dy stina më shumë se ai. I matë saktësisht në ngëzohej për mua, do më thënë që dashurit të pikëlluara i kish. Unë trishtimin mollëzash në nësy hequr e kam, por buzëqeshjen saktësisht në nëqeshjen e kam si të ti. Në librin tuaj, Dashuria e paralindjes time, librin poetik, juve në fundin e saj keni përmbledhur edhe një tjetër lloj shkrimor. Është letra, pra, kuptimi i drejt për drejt i fjalës letër. Unë kam dëshirë t'ja bëj prezent shikuesit televizionit Apollon letrën Magjia, duke e përzgjedhur atë si motë ngrohtë, duke e përzgjedhur gjithashtu edhe si një mesazh të drejt për drejt të dashurisë. Dhe të kthehemi për faktin përse këto letra janë përfshirë në librin tuaj poetik. Sa pëndahem prej teje, me zi pres të takoj përsëri. Kjo është magji. Supozoj se më kanë bërë magji, apo magjia buron nga brenda meje. Por në pak sekonda e kuptoj se magjia jetive. Figura jote e bukur, zëri yt melodioz, madje edhe emri yt është magjia e vërtet. Nisë se mendoj pastaj sikur qastet e takimeve tona ishin aq të shumta sa që praktikisht ne të ishim bashkë për gjithmonë. Por unë e di që kjo nuk do të ndodhë. Në një realitet tjetër mase. Atëhere, unë zë edhe modeloj këtë botë imagjinare. Matematikisht në fillim, pastaj numrat i shpirtëzoj. Mundësit që të jemi bashkë për gjithmonë, shkojnë deri në infinit. Qoftë bekuar magjia jote, till you say again, deri sa të shoh përsëri. Një grup letrash, kartolina si që quani juve, i keni përfshirë në të libër. Përse? Po, kartolina e dashurisë janë përfshirë në të libër, që ato se ishe e pamundur që mund të bëj një libër me kartolina, një libër të gjithë me kartolina e dashuria. Kartolina e dashurisë ishe një kërkes, një Gazetës Nacional, Muj Buqpapës, drejtori i saj që donte disa poezi, më dukoi mua disa poezi për 14 shkurtin. Dhe unë nuk i qoha poezi dhe bëra këto kartoninat e dashurisë. Pasi ishin më të përshtatshme.
Dhe pikrisht në bazë këtyre katërinëve dashurisë që janë pjesa e veçantë e librit, një konkurs në 2011 që mora pjesë në qytetin e Vlorës, se Vlora bën një konkurs të përvitshëm Bashkia e Vlorës, pikrisht mua më dhanë çmimin e parë. Unë punoj në Vlorë, i njih ata, po nuk njihem. Pikrisht për një nga arsyet të mund që janë edhe letrat e dashurisë, katërinëve e dashurisë që unë i kam në fund të librit. Në proces botimi tashmë është dhe romani juaj i 4, Të dashurosh një grua, apo jo? Pa. Çfarë ka ky roman? Të re për lexuesin apo do ta lini surprizë për gjithë lexuesin? Ja, unë do t'jap diçka. Historia e librit është një burr dashuron një grua dashuron një burr. Kjo është e përjetshme. Dhe ngjarja ndodhi në Fier, ngjarje historia midis një burri dhe një grua. Dhe neve ndonjëherë me mendjen tonë, po edhe mbase me një fantashkencë kështu, neve diçka mund të ndryshojë jetën tonë të mbarshme. Kjo është një ide dhe kjo është historia. Kjo është historia që pritet të dalë nga romani Një burr dhe një grua. Apo kur të dashurosh një grua. Të dashurosh një grua. Të dashurosh një grua. Nuk e di gjithë secili ka format e veta të dashurisë, por unë do ta lexoj romanin dhe pastaj do të flas se si ka qenë dashuria juaj, pra dashuria letrare. Mirë, shikues të nderuar, erdhëm në minutat e fundit të emisionit Poetikum. Biseda për letërsinë është gjatë e vazhdueshme. Unë e kam të vështirë të ndahem nga bashkëbisedimi me shkrimtarin, poetin dhe prozatorin Ilirian Sadikaj, por ja që koha në dispozicion është e limituar. Ilirian, ju falenderoj që ishit në studion e emisionit Poetikum dhe gjithashtu në studion e televizionit Apollon. Ju falenderoj dhe juve dhe studion televizionit Apollon dhe uroj, po jap një element fantastik, jo real, që mund të bëhet realitet. Uroj që kjo studio që kemi neve këtu nesër të jetë teatri Byli si Fierit. Atje të bëjmë bisedime të tilla duke qenë dhe publiku. Ky është një mesazh shumë i fuqishëm dhe unë kam kënaqësi që e dëgjoj për jush, por teatri Byli s'është atje ku është, ne ta bëjmë teatri Apollon. Faleminderit. Burime për krijimtarin tuaj. Faleminderit.